Ka qenë dhe një video që ka qarkulluar kohët e fundit ku Loredana e zgjon nga gjumi Rozanën dhe Rozana e godet në thonjza me shuplak. Tash ti dëgjoj, të vitë të zgjoj unë ty të koka e krevat, pa të njohur, po e zëm se një. Jemi të dy në një konflikt. Të vitë të zgjoj unë ty të koka e krevat, duke të bërtitur në atë farfeje në vesh. Të ti ke qenë të natën pa gjumë. Ai lloj reagimi, kam përshtypjen ti do kapësh shapkën edhe do më gjuash, ë? Jo më me kështu dorë, që e hik tash. Se është pa logjik. Nuk është ka vepra penale që kryen kur tjerët janë në efektin e alkoolit apo drogës dhe nuk quhen më vepra penale, po merren dhe rehabilitohen, sepse kanë qenë në efektin e asaj. Jo me një njerëz që është në gjumë dhe i shkon dikush edhe i mbërtet dhe që ka një reagim instinktiv siç mund të ketë çdo njeri. Në qoftë se ajo do të ishte kaq e rëndë, do kishte reaguar vetë Loredana, do kishte vënë kujën. Po, si e keni parë këtë dyshën Jozi me Loredanën? Jozi me Loredanën mua po më pëlqen shumë. E vetmja gjë që mua po më bën përshtypje është lënien e hije e Rizartës nga të gjithë komentuesit dhe nuk po e kuptoj këtë. Shiko, Rizarta është ajo vajza 20 vjeçare që të gjithë neve mendonim që ka shkuar më urt, po ta vësh re, Rizarta që kur ka hyrë, s'më dukur mua as pak e urtë. Tash që unë po bëja një llogari, Rizarta ishte ajo që ju ngjit gjestin. Rizarta ishte ajo që u ngjit Aldo. Rizarta ishte ajo që shkaktoi atë bujën e madhe, jo më harxhoi shampo, jo sminte babë, jo bënte sikur nuk e dinte që po fliste me psikologe. Megjithëse ne e dim shumë mirë që kushdo që komunikon me psikologun në shtëpinë e Big Brotherit nuk komunikon nëpërmjet zërit, po nëpërmjet trupit, një. Domethënë je face to face, nuk komunikon. Kështu që ka dhënë dy lojtarë të tjerë aty që duket sikur e han bukën kot, por pas kanë qenë shumë skufa. Duke filluar dhe shpresoj që ky eliminimi i dytë që do të jetë sot të kapi një nga këta Aldo, Kelly apo Rizarta se është bërë pak e bezdisur. Ndërsa Jozi dhe Loredana do të më kishin pëlqyer shumë të ishin kështu që në fillim, mos ishte një Loredan që t'ishte aq e nështruar ka shi Jozit. Sot po i shikoja, po më pëlqenin pa, kam qeshur me lot, po bëni dhe një tekst bashkë me Rozanën. Jozi nuk që nga ideali aq i keq sa na është shfaqur në fillim, mbase ka qenë një gabim taktik, mënyra se si ai na u vetë ofrua, ditët kur ai ishte para se të dilte. Me sa duket dalja i ka bërë mirë. Do të ishte mirë që të gjithë banorët kishin dalë nga një javë dhe pastaj të ishin rinfutur, ta kishin bërë me një lloj programimi. Do të ishte mirë edhe për produksionin se do ishte ulur çmimi, s'do merrnin më 100.000 euro, po do merrnin 50, do kishin më pak shpenzime, po dhe do ishin më të freskët, do ishin dhe më të mirë sepse do kishin parë gabimet e tyre, sepse po ta vendosh, një pjesë goxha, një pjesë e mirë e banorëve kryesorë kanë dalë dhe kanë hyrë brenda asaj shtëpie. Gerta dhe Rozana, Laerti dhe Valbona janë ata që nuk akoma s'kan dalë nga lojtarët kryesorë, që nuk kanë dalë një herë jashtë shtëpisë të marrin ajër, të lexojnë se çfarë bëhet rreth e qarke dhe pastaj të rifuten prapë. Egli pastaj është fenomeni i vitit që doli 9 ditë edhe tani bën sikur s'ka dalë. Është dhe një moment që akoma s'është i paqartë për publikun. Çfarë po ndodh realisht mes Valbonës dhe Laertit? Ajo që ka ndodhur për herë, midis tyre ka kimi, Valbona e pëlqen, Laerti e pëlqen, vlerësoj shumë pjesën e Laertit që nuk do ta cënoj si femër brenda shtëpisë, dëshiron që gjërat i lëri kur të dalin jashtë. Më pëlqen dhe Valbona që e ka kuptuar këtë pjesë. Do të ishte më mirë, janë dy njerëz të rritur. Laerti nuk është një djalë i ri, 24 vjeçar si puna e Gjesit, apo 27 si puna e Jozit, apo 30 si puna e Aldos, është 52 vjeç, apo 51 vjeç, sa është, sa nuk e di tash. Është një njerëz që do t'i ruaj kornizat vetes, do t'i ruaj gjërat marrëdhëniet kur dalin jashtë, as ai nuk lëndon në dikë në familjen e Valbonës, dëgjoj se kur arrin një moshë të pjekur, ti nuk mendon më vetëm për epshet e tua, po fillon edhe bësh mendon pak edhe më shumë. Mua më ka pëlqyer kjo pjesë që të dyja ta këtë gjë e kanë menduar dhe më pëlqen se si po shkon. Do më pëlqente shumë që ata të dy të kishin diçka se shkojnë, realisht shkojnë, që janë të dy kur flasin me gishta në vesh, po më pëlqen fakti që do kenë diçka. Unë jam i bindur që ata të dy do kenë diçka jashtë. Ngelet për tu parë, po
Do ta shohim, do të t'jap, do të them se do e takoj dhe do të them nëse do kena apo jo gjë. Duke parë rrugtimin e Laertit në mediat shqiptare, a e kishte menduar që Laerti të ishte kaq, po themi, i kulturuar dhe kaq Shiko, Laerti është një kulturë apo kaq i qetë kuptimin që ti zgjidhte Laerti s'është i qetë, Laerti ka qenë në rol deri tani. Tash që të jemi realist. Laerti deri tani ka qenë në rol. Laerti ka qenë unë kam përshtypjen kjo ka qenë strategjia që ai ka pasur. Tash ty sa më shumë me këtë qetësinë dhe pastaj po të shikosh në 2 primet e fundit Laerti është bombë. Laerti nuk e afrohesh dot. Dhe jo se nuk i kanë çduar nervat, po Laerti tash ka dalë në lojë. Laerti është ai që tash po luan gjatë primit. Laerti e di që loja bëhet në prime. Ruhet gjatë gjithë javës, debaton, jo me tonë të larta, ma vjen prime, ti shiko çfarë ka bërë Laerti Gertës prime që kaloi. Ishte shumë apo një prime tjetër përpara. Laerti tani po luan, ata e ka pasur strategji deri aty të shkonte nëpërmjet emrit të tij i madh, të madh apo të vogël, varet se si mund ta quajnë tjetër, për mua është emër goxha i madh. Ka vajtur vetëm nëpërmjet emrit deri këtu, tashti s'ka dashur që ta ezauroj veten dhe nervat e tij. Tashti është duke kryer, tashti po luan një lloj si gjithë tjerët, se është muaji i fundit, në prill Big Brother mbaron, është muaji i fundit, është finishi, ka nisur sprinti, kështu që Nëse sonte do ishte finalja, kush do e fitonte për ty Big Brotherin? Rozana Radi. Është vetëm lojtare 360 gradë që ti i ke parë çdo lloj ngjyre, i ke parë lodh, i ke parë humor, i ke parë debat, i ke parë dhimbshuri, ke parë çdo lloj gjëje. Sidomos një me Prime-in e kaluar që për mua ishte recitali i Rozanës Prime-in e kaluar. Kam përjetuar çdo lloj ngjyre brenda një Prime-i. Elton, si e keni parë lojën e Gerta Gixharit deri tani, pra, se ne në Prime, në intervistën që patëm të fundit, ishte shumë skeptik te loja që po bënte ajo, madje Për mua Gerta unë e kam thënë, do ta rithem, do ta them deri në fund, Gerta ka fatin e madh të jetë finaliste, patjetër, sepse është nga ato hynte ajo 5 që e lojtarëve, vetëm vendi 5 është një herë hyn Danja, një herë Negli, e bëjnë me radhë, po 4 vendet janë të konsoliduara. Ka fatin e madh që është pjesë e finales. Kjo i jep luksin të nxjerrë çdo lloj budalliku nga goja. Më vjen shumë keq që një grua e martuar me fëmijë ka hyrë në Big Brother për të folur më tepër që është, domethënë është një grua që për çdo fjalë që thuhet, jo ti mos fol për mua, un kam të drejtë të flas për ty. Un kam të drejtë të them për ty që ti punon rrugëve, që ti rri nëpër trotuare, që ti shfrytëzon meshkuj, po ti nuk ke të drejtë për mua, sepse un jam e martuar. Po mirë, grua, ti mund të jesh e martuar, por ti s'ka ardhur brenda në shtëpinë e Big Brotherit bashkë me burrin. Burrin e ke në shtëpi. Kështu që po ja hyre lojës çohet deri në fund. Dhe jo, Gerta nuk po m'pëlqen fare, është një kopje shumë e shëmtuar e Oltës. Shumë. Olta ka qenë shumë herë më mirë se sa Gerta. Përveç se ishte shumë herë më e bukur, kishte shumë herë më klas, pas ka qenë edhe shumë herë më e mirë se sa Gerta. Nuk e di pse këto liksinë kanë mbas edhe në ADN, nuk e kuptoj pse. Po realisht unë s'kam parë njeri që të nxjerrë gjatë gjithë kohës të ketë vetëm liksi. Dhe atëherë kur ka të drejtë, i humbe e tërë logjika dhe i tërë argumenti, i zhytet në një lloj liksie që i humbe tërë ajo gjëja që ka që të pëlqen që ta dëgjosh.